Mbi 100 nxënës të ciklit fillor nga klasa e parë deri në të pestën kanë nisur programin 2 javor të shkollës verore në shkollën e rikonstruktuar Halit Çoka në Kamës, një prej 10 shkollave ku po pilotohet ky model nga Ministria e Arsimit dhe Sportit. Ministri i Arsimit Ogerta Marasiliu gjatë vizitës në këtë shkollë theksoi rëndësinë e këtij modeli për mësimin përmes lojës dhe krijimin e hapësirave gjithëpërfshirëse për fëmijët. Jam shumë e kënaqur që sot jemi këtu në shkollën Halit Çoka në Kamës, që është bashkuar 10 shkollave së bashku me 8 shkolla në Tiranë dhe shkollën Eftali Koçi në Durrës, që tashmë është organizuar me shumë klube, një kamp i mirëfillt vere brenda mjediseve të shkollës, ku rreth 1000 fëmijë në 10 shkolla janë organizuar përmes mësuesve, të cilët janë pjesë e shkollës verore për të mësuar përmes argëtimit, për të shpenzuar 2 javët pas procesit mësimor, i cili përfundoi pak ditë më parë, dhe sigurisht duke i siguruar gjithë ato parametra që lidhen me sigurinë e fëmijëve brenda mjediseve të shkollës, sepse kemi gjithashtu edhe oficerën e sigurisë në shkollë, punonjës social dhe psikolog, të cilët kujdesen pra për mbarvajtjen e këtij procesi në këto 2 javë të shkollës verore. Jam e bindur që bashkitë do të jenë ato që do ta përkrahin këtë iniciativë së bashku me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe gjithë partnerëve tanë për të krijuar mundësinë fëmijëve që edhe përtej procesit mësimor, edhe për gjatë verës, ne të kemi shkolla sa më të hapura që të shërbejnë komunitetit të nxënësve, hapura që të shërbejnë patjetër edhe të lehtësojnë prindrit për gjatë paradites ku ata janë punë, por ajo që ne po vlerësojmë është që në bashkitë qendërqarku të mundësojmë edhe shërbime të tjera jashtë shkollore, ku ne jemi duke punuar për të ndërtuar programe që të vinë në ndihmë me gjitha nxënësve, por gjithashtu edhe prindërve për oraret pas mësimit. Marasiliu falenderoi mësuesit, drejtuesit e shkollave dhe përfaqësuesit vendor për angazhimin dhe mbështetjen në realizimin e këtij modeli që synon të bëjë shkollën një hapësirë funksionale për fëmijët edhe gjatë verës.